Prindër të dashur, kjo video shkon posaçërisht për juve. Mos i publikoni fëmijët tuaj në internet. Atëherë, pse po them kështu, ndëgjeje çet video deri në fund. Fotografitë edhe ato që duken krejt të pafajshme mund të merren nga persona me qëllime të këqija dhe të shpërndohen në forume të shfrytëzimit të fëmijëve. Rreth 50% e fotografive që gjenden në faqet e shfrytëzimit të fëmijëve janë publikuar fillimisht nga vetë prindrit në rrjetet sociale. Mjafton rreth 20 fotografi që inteligjenca artificiale të trajnohet për të krijuar video deepfake, që do me thonë video të fejllat që rrejnë, ose fotografi të rreme lakurisht të një fëmije. Keqbërësit i përdorin këto imazhe të krijuara nga inteligjenca artificiale për shantazh ose për të shpërndar përmbajtje të dëmshme, po vetëm 20 fotografi kaq mjaftojnë. Detaje që duken të pafajshme, si uniforma e shkollës, vende të njohura ose vendodhja geotag në të dhënat e fotografisë, mund të zbulojnë të panjohurve rutinën e përditshme dhe adresën e shtëpisë së një fëmije. Por profili im është privat. Kuptojeni këtë, rreth 90% e rasteve të abuzimit seksual ndaj fëmijëve kryhen nga dikush që fëmija ose familja e njeh. Në 30% të rasteve autori është një antar i familjes. Dhe mos harroni, fotografitë e ekranit screenshots ekzistojnë. Një profil privat nuk ju mbron plotësisht. Prandaj prindër të dashur, unë nashta muna me kom tepër i ri për juve që jeni prindër o fjala, por këto sene janë realitet. Kujdesni për shnetën e fëmijëve të juve, sa nuk është vonë.